Kush ka probleme shpirtënore, çështja e sehrit, mësyshit, hasedit, e dikush tjetër ka probleme psikologjike, qofshin me traume, me ankth apo të ngjashme. Shef ato që aty bë. Dhe kjo pastaj nuk është smundje reale, është dredhim më shumë se sa që është smundje. Se don mi largu problemin prej vetes, do mi fajsu tjertë. Për çfarë shkaku e din vetë personi shkaqet. Tema e sihrit, tema e gjinve, temë shumë e gjerë që gjithmonë ka ndërlidhje me aspektin psikologjik edhe ngjall gjithmonë interes, diskutime që na shumë shpesh nashta përmes sihrit tentojmë u ik problemeve tona reale, po kjo nuk do të thotë që sihri nuk është i vërtetë, ai normalisht që ekziston. Për me diskutu këtë temë shumë të ndjeshme edhe shumë madhore sipas këndvështrimit tim e kam Hoxhën Gazmir Sahora. Mirë se erdhe Hoxhë. Mirë se gjatëm. Faleminderit shumë që e ke pranu ftesën me qenë pjesë e këtij epizodi jo shumë të lehtë, po për mu të paktën, për ju nuk e di. Allah e nderoft me kënaqësi. Po. Hoxhë, ju realisht keni edhe përvojë me pjesën e rukjes vite, edhe e dini pak a shumë mentalitetin e popullit, se tash aty rukja është ata fillimisht njerëz kur vinë i tregojnë ato arsyet pse i kanë sjell. Po para se me dal këtu, a mundemi me ditë çka i bën fjala sihr ose çka është sihri? Që na me kuptu se na e përdorim, po nashta edhe nuk e dijmë sakt. Atëherë, padyshim se Allah subhanahu wa taala me krijimin e njerëzit edhe me vazhdimin e gjeneratave, tjetër se gjenerat pas gjeneratave dhe problemet janë shkuar të ushtu, edhe problemet s'kan qenë vetëm të llojit fizik apo mjekësor, po edhe ashtu edhe probleme shpirtënore. Allahu na ka treguar në Kur'an edhe në surën Bekare, po edhe rreth jetës pejgamberëve të Musa e Samave, të Sulejmani e Samave të ndryshme që janë ballafaqu me çështjen e magjisë, me sihrin. Pra magjia, sihri është i përmendur në Kur'an, është një realitet, është hak. Po atë sa janë realitet edhe bota tjetër, bota shejtanëve dhe gjinëve që përmes tyre kryhet ky ritual që bashkon njerëz e ult pa identitet, njerëz që pretendojnë me shkatru tjerë se vetëm ata janë vetë shkatrum, pra me bashkimin e gjinëve dhe shejtanëve dhe me përpunimin e gjërave që janë të ndyta dhe të fëllishta, shkojnë deri në atë pjesë me niyetin dhe qëllimin e tyre që me shkatru njerëz të tjerë. Pra përpunohet një sehr, një magji dhe shkojnë te lajthitja e zemrave të njerëzve, po ashtu edhe me Ne e dim se pejgamberi alayhis salam na ka treguar se shejtani apo e gjin çarkullojnë trupin e njerëzit ashtu sikur se çarkullon gjaku. Pra futja e gjinëve dhe shejtanëve në trupin e njerëzit dhe cytjet, lajthitja, këto janë evidente te secili njeri. Te dikush arrihet qëllimi, te dikush nuk arrihet qëllimi, sepse Allahu në fundit në kapitullin El-Bekara kur tregon për çështjen e sihrit, na tregon se ata magjistarë, sihirbaz nuk mundën asgjë më bë përveç se ata që e lejon Allahu, dhe ajo lejesa është një sprovë e caktuar që Allahu do më sprovu robërit e vet, edhe më jep një mundësi tjetër që o më kthy te Allahu subhanahu wa taala, për dikon është sprovë dhe ngritje, për dikon është dënim, varësisht se Allahu sikurse e ka përcaktuar ai vet. Andaj sihri është ekzistent, magjia është ekzistente, bota e shejtanëve dhe gjinëve janë ekzistente. Dhe tëra kjo shkon deri në atë varësi se dikush ka probleme shpirtënore, çështja e sihrit, mësyshit, hasedit, e dikush tjetër ka probleme psikologjike, qofshin me traume, me ankth apo të ngjashme. Pra secila meriton hakun e vet me jep për fushën që personi mundet me qenë. Asnjë njeri nuk është i njëjtë në trajtim. Pavarësisht që mundet me qenë simptomat njëjta, asnjë njeri nuk është i smut apo nuk është i prekur me të njëjtën pavarësisht simptomat njëjta. Dikush mundet me pas problem shpirtënor prej sihrit apo mësyshit apo të ngjashme, me të njëjta simptome dikush tjetër mundet me pas problem traume që shfaqen simptomat njëjta. Pra duhet trajtimi me qenë i barabartë, qoftë në aspektin e rukjes, të ata që janë kompetent, qoftë në aspektin e psikologjisë apo psikoterapisë, të psikologët, të psikiatrat e të ngjashme. Hoxh, tash edhe te ne si psikolog, kur njerëz vinë për diçmëri, për trajtim, kryesisht ata të njëjtat simptoma realisht që i ndajnë me ju janë të njëjtat, munden me qenë simptoma të ankthit, episode depresive ose çkado, domethënë që ndërlidhen, por realisht edhe zakonisht ndodh kur njerëz thonë po a shkoj edhe te hoxha s'po dija më shku. Okej, ne
për mu personalisht, po për shumë prej kolegëve të mi që bojnë të njëjtën punë, është në rregull nëse njëri shkon sipas besimeve të veta, sipas nesh. Tash në këtë rast na jemi muslimanë dhe hoxhën e kemi referencë sa i përket pjesës së rukjes. Po ju i përmendet traumat, ankthet. A mundeni ju si, domethënë si njerëz cilët e aplikoni rukjen, me ditë që dikush, domethënë po vjen për rukje, por realisht çysh e kupton që s'ka të bëjë nuk duhet më ardh më. Ç'është ashtu se për me evidentu se është vetëm për rukje apo është edhe për psikolog ose psikoterapia apo edhe për psikiatër, do të me pas njohuri edhe në fushën e psikologjisë. Për ndryshe nëse nuk ki njohuri në fushën e psikologjisë, kimi adresu krejt problemet në rukje. E që kjo mundet me shku kohë shumë gjatë edhe mos marrë deri te shërimi. Andaj gjithmonë është e duhur që personi kur trajtohet me shiqu se zanafilla e problemit prej ka ardhur. Prapë po kthejnë ata jo, pavarësisht që të dyjat janë aq të ngjashme sa që dyjat shkojnë në atë lojën dhe vezveset apo cytjet e shejtanëve dhe e gjinëve. Mirë, po fillimi tyre nuk është i njëjtë. Te dikush mundet me qenë fillim një traumë, te dikush mundet një frikë, te dikush mundet një ankth, te dikush tjetër mundet një seher magji, apo msysh, apo hasad. Andaj, fillimi i problemit ta përcakton se për kon është në realitet, po si me evidenton atëherë kur ki një ori dy anshme. Dhe pavarësisht që ti me rukje mundesh me trajtu, e trajton ndoshta e gjinin si e gjin, për mu largu ndoshta prej trupit apo prej cytjeve. Mirë, po nuk mundesh me largu edhe traumën që i ka mbet nga shkaqe të ndryshme që ka ardhur trauma. Pra, momentin që një person për shembull ka problem psikologjik prej një traumës caktuar. Momentin që ai trajtohet te psikologi dhe psikoterapia, atëherë ai mundet mu liru edhe prej gjinit edhe prej problemit që i ka filluar. Patjetër, se çdo e gjin në aspektin psikologjik i përdor kanalet psiqike. Që e bën me pas cytje, me bën me pas mendime, halucinacione të ndryshme, apo e bën njeriu me ardh deri te edhe me keq edhe me rënda që shkojnë njerëz edhe deri te vetvrasja në fundit prej ngarkesës psiqike. Po ashtu ajo shkon ka ana tjetër, ne e dim që edhe përmes sehrit dhe magjisë njeriu shpirtnisht e ndjen ato dhe fetarisht e ndjen largimin nga ajo baza fetare që e ka. Andaj me seher gjithmonë është i lidhur një shejtan apo një gjin që është në trupin e njeriu. Në momentin që shkatrohet sehri, ai o duhet me dalë, duhet mu shkatrua. Pra nuk është esenca gjithmonë të gjinit dhe të shejtan, se si krimtari, si krijesa janë më të dobët se sa njeriu. Mirë, më të dobët, patjetër. Pra nëse kthejmë pak mësime fetare. Që na jep pak fuqi emocionale në kuptimin që adin me ditë që janë më dobët se na. Ne e dim nëse kthejmë mësimet fetare, hadithet shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo edhe ajetet shumta, për shembull Allahu thotë mos ju frigoni thirrjeve të shejtanit, frigoni mua. Ai përmes frigës arrinte njeriu që me e shkatru njeriu. Përmes diçka që kur i mendojmë e kemi një farë frike, domethënë është ajo ideja që gjithmonë dhe i nënshtrohet asajna. Që kjo është më e keqja. Nënshtrimi ndaj diçka që nuk është reale. Ne e shohim që ankthi është frikë. Dhe çka si pasojë shkafit vjen. Për shembull, dikush e ka një kalume caktuar, një problem të kalumës dhe tardhmen e tij e bën peng për shkak të asaj të kalumës dhe gjithmonë e jeton jetën çka nëse më do dhe ardhmë jam me çata të kalume. Dhe gjithmonë është në ankth. Dikush e mshef një realitet caktuar përmes ankthit. Nuk do më shfaq ai realitet edhe gjithmonë e mban në ankth që ajo se thot çka nëse mirret vesh që keq unë posedoj. Dhe gjithmonë është në stres, në ankth, është ngarkesë psiqike kjo. Po ka ana tjetër, në aspektin e çështjeve dhe problemeve shpirtërore që janë smundjet e sehrit, ato manifestohen te njeriu me probleme të ndryshme. Për shembull, njeriu ndin edhe probleme fizike trupit, edhe probleme psiqike, po edhe probleme shpirtërore, që janë ato fetare. Andaj dikush mund me ndi probleme me lukth, apo me bark, apo rroje më shpesh të zemës, thirr zemës që vinë si manifestimi i presionit lukthit. Ajo e bën ngarkesën psiqike me kon shumë rëndë se prej problemeve shpirtërore ngarkohet psiqika, e që të largon pastaj prej namazit e prej Kuranit, sa herë që ti do më falë din irritim, sa herë që do më lezu Kuran din irritim, po edhe ka ana tjetër, varësisht se çfarë sehri o bo, çfarë magji është bo, edhe ajo ndikon. Për shembull, dikush mundet shumë vite mos me ndje asnjë problem. Nëse diku ju ka bo që mos me mujt më martu një seher,
ai derisa nuk do me mendu për martesë, ai jeton jetën i lirë, i qetë. Momenti që don me vendos për një martesë, aty aktivizohet problemi. Dhe shkon deri në kufi që me vendos, momenti që do me vendos, dështon pas një arsye. Kjo tregon që dush me kërku një trajtim përmes rukjes. Dhe me pas se asnjë arsye vetëm s'është krejt në rregull, shkojnë deri kur do me vendos. Momenti që do me vendos, atëherë këtu shkatrohet. Kjo është e njëjta si në aspektin e martesës ose në aspektin e punës, çdo sen shkon mirë, dështo, po ki përgatitje të shumta, ki që i vinë shumë të mira, ose në aspektin e shkollimit që ti përgatitesh ti librin kur ja shpjegon shokit ose shoqes tonë, e din krejt përmendesh, po kur futesh në provim, dështon çdo sen. Pra, o bën një serë caktuar që ty mos me të lënë me përparu, apo një serë e përgjithshëm që është mos me ton ty nas një fush tjetës, dhe me thonë me ecë për para, çdo san me pas dështim. Si një i vdekun që s'ka më të bëj me këtë jetë, ashtu e bën edhe njeriun për mes serit që u ka bo, që mos me pas as një tarme të vetme, dhe me thonë çdo san me shku në blokad. Kryesorja, çdo san, çdo fush e ka trajtimin e saj. Pra, adresimi është prapë kthehemi te ajo, ku ka fillu. Për që ato është shumë më rëndësishme, në momenti që do të më trajtu një person, edhe personi që ndin probleme me nxjerr jashtë ti çdo send që mundon, prej kur e mban veten mend. Se ka shumë rëndësi çdo detaj. Edhe në rukje, domethënë, bëhet një bisedë para praktikisht, apo nuk fillohet direkt. Jo, ai që fillon direkt, ai veç don me kry shpejt, e ka rukje biznesi. Okay. Veç futi që aty nxirr të tjerë. Shteni dorë, me patjetër ti dush më konsultu me njërin për me pa, a jeti për rukje, as je për rukje. Ose çfarë problemi ki? Ka shumë njerëz që kanë kërkuar rukje mirë, po kur i thonë a falesh, thotë jo. Fillon namazin, kur ja kanë filluar namazin, s'kan pas asnjë problem vetën mo. Domethënë, nuk është rukja veç se ka një herë po mdoket kur bisedum edhe paraprakisht është ajo tendenca që një përgjegjësi temen, nëse e kam unë që të kemi mirujt, unë e ma e lehtë është për mua nëse ja japi dikujt edhe e losi. Edhe ne heki prej vetes, nëse për mua po është barr. Ç'kjo? Çashtu peshoka një herë. Është e njëjta kur shkon ti më kontrollu te doktori dhe diagnostifikosh me një problem të caktuar. Edhe doktori ta jep një recetë që kimi përdor disa barna. Edhe ti me recetën e shkon në shtëpi. Mbas një javë kthehesh te doktori edhe të pyet si ke gjendjen. Thot valla njëjtë doktor. Thot pse? Thot a ki përdor terapinë? Thot jo. O problem, ç'është do më shëru atëherë. Ti çdo personi që ka problem në aspektin shpirtëror, serët ose ngjashme, receta kryesore është kthimi te Allahu, është namazi. Nëse ti s'fillon me fal namazin, atëherë ti s'do më shëru. Ti ka të vjen në të kënaqsh aty, 1 orë, 2 orë, 5 orë, ti ki mundi mirë, po momenti që kthehesh në shtëpi, nëse jam me ty, ti prap ki më rikthym problemin fillestar. Pra ti nuk don më shëru, është e njëjta, kur s'përdor terapi, është e njëjta kur s'fal namaz. Po tash ju kur po thuni kështu, po më me supozu që njerëzit thonë po s'po më mu fal. Se po më vjen diçka që s'po mundesh të s'po doni në dy sende. Është me rëndësi që nëse dikush ka probleme prej serit, është normali që s'ka mi pas atë luksin dhe atë qetësinë shpirtërore që mu fal me njëherë. Ndonjëherë ki me mujt më falë në komë, ndonjëherë s'ki me mujt ullën, ndonjëherë s'ki me pas vëmendjen, po e rëndësishme është që ti s'dush me lënë namazin as pak. Çdo ditë ki me shku ty përparu ka pak. Përveç namazit, nuk është veç namazi këtu baza. Është leximi dhe kuptimi Kuranit. Pejgamberi sa mi ka praktikuar vet. Është dhikri mëngjesit, mbrames, para xhumit që trun për çdo send, apo për çdo send pejgamberi sa na ka tregu del prej shtëpisë thuaj këtë lutje, kthesh në shtëpi, han buk, futesh Allah e ndroft në toalet, në çdo sen na kena doa caktuar për çfarë arsye, për me rujt është mburoj për veten tonë. Nëse ti largohesh prej krejt qëtëve dhe kërkon vetëm prej rukjegjit shërim, s'ka më pas shërim. Rukjegjia nuk shëron. Shërimi është prej Allahut. Allahu subhanahu wa taala na ka tregu. Allahu ka thonë: "Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa." Ne kemi zbrit Kur'anin që është shërim. Wa rahmatun lil mu'minin, dhe është mëshirë për besimtarët. Ti i ke Kuranit prej ka don shërimin. Allah don përmes një sprovës, një smundjes, një frigës, një humbje dashurve. Gjitha këto janë që Allah ti ka përmend Kuran që me të kthy ka Allahu. Me lut Allahun, me u përcaktu në ata që Allahu don. Nëse ti kemi ik prej Allahut dhe do më mbështet njerëz, atëherë ku do me lyp shërimin ti? Te rukjegjia. Jo s'ka shërim te rukjegjia as pak. Rukjegjia është një person, një hoxh i caktuar që të këshillon dhe duhet me të orientu më ardh deri te shërimi, mirë po nuk shëron. Dhe nëse ti krejt mbështetjen e kitë rukjegjia, s'ki mu shëru kur. Po dhe ka una tjetër, duhet me pas shumë kujdes rukjegjit që njerëzve që shohin që kanë kalu interval kohor, 1 muj, 2 muj, 1 vjet, 10 vjet, edhe nuk shëron, ai duhet me largu prej vetes ti.
Jo mi pranu gjithmonë, hajde se po të trajtoj, nuk është patjetër ti me trajtu ato. Ik kërkoje shërimin të vetja jote. Një fjalë që është që qëtë nga feja mundet me konë si fjalë, një mendim i caktuar i keq për Allahun, të bën që ti kur mos marrë të shërimi. Dhe kemi raste. A bën, çto edhe një herë një mendim i caktuar? Po, një mendim për shembull. Një prej xhallarëve, Khalid Hepshi, që është një prej xhallarëve që prej rukjigjive me ranome botnore sot, shumë i suksesshëm, shumë njeri ditur rreth kësaj çështje dhe kësaj fushës. Thotë kom trajtu një gru, thotë ajo falte ditën, falej natën, bën të haxhin, bën të umrën, agjeron të Ramazan, agjeron të honë të ajde, këtë për gjithçka bëj. Edhe i kom bërë rukje s'po shërohet, derisa s'm ka thonë, pse unë s'po shërohen. Aty kom kuptu ku është problemi. Në atë moment ti përfaqëson Allahun, për thosh Allah, unë po fal në ditën, po fal në natën, unë po agjeroj Ramazan farz, obligim po agjeroj vullnetar, po japi sadaka, po kryj haxh, po japi zakatin, krejt pi bëj. Pse s'po më shëron Allah? Kjo është me fajsu Allahun për gjendjen që e ki. Edhe kjo vëzha thot, elhamdulillah, thot e kuptova ku është problemi dhe i thash, ik pendov te Allahu dhe mos më hajde më. Edhe mbas një intervali shumë shkurt në karë ka thonë hoxh unë jam mshëru. E ka ndryshu bindjen para Allahut subhanahu wa taala. I mjafton shejtanit edhe e gjinin një mendim jo real fetar që ai më ka për mendimin se për neve mendimet janë diçka iluzion. Po për shejtan është botë reale, sikurse unë kapi këtë tavolinë ai kapet mendim, edhe atij mjafton një mendim që çet prej fesë që ai më kap edhe me ta shkatrujë jetën ty në aspektin shpirtënar. Pra ik rregulloj bindjen se Allah nuk ka fajtor për gjendjen që ti e ki. Po thuj Allah, sikurse kanë thonë gjithë pejgamberët apo thënë. Unë i kom bëu zullum vetes tam, po ti më mshirshëm xheruzve. Shalom Allah, kërko prej Allahut, po mos e fajso Allahun. Pra kthimi te vetja dhe pranimi i gjendjes që e ki është hapi kryesor drejt shërimit. Qoftë në aspektin psikologjik, qoftë në aspektin shpirtënar. Pra në momentin që ti e pranon që problemi ki dhe i bindesh që ky problem nuk është prej Allahut si dënim për mu, atëherë është rruga më e hapur që ti më shku drejt shërimit. Pavarësisht pastaj sa zgjat shërimi ti je i qetë shpirtërisht dhe vazhdon jetën në normalitet pavarësisht sfidave dhe sprovave që i ki. Pranimi realisht është edhe te na në aspektin, ju e përmendet edhe aspektin psikologjik. Do të thonë fillimisht unë më pranu që nuk jam mirë. Do të thonë që diçka me mu nuk po hec, nuk po shkon. E mandej mi vazhdu me arritjen e qëllimeve që t'ja cakton vetes për me qenë mirë. Do të thotë që mu që kjo po më bën pak me kuptu rukjen jo vetëm lexim të Kur'anit. Qysh na supozojmë. Asesi, nuk është vetëm lexim të Kur'anit. Okay. Jo, trajtimi si trajtim. Ne e dim për shembull që shokët e pejgamberit e sa kur kanë bën një rukje, i kanë treguar pejgamberit e sa se nuk është rukja vetëm për aspektin shpirtënor, po ato aspekte që janë fizike dhe mjekësore. Ne e dim për hadithet pejgamberit e sa, ai shoku i pejgamberit e sa që i ka bë rukje një kryetarit një fshatit, ato e ka pickua akrepi dhe ka vendosur dorën mbi atë plagën që ka pas, ja ka knu surën El-Fatiha dhe u shëru. Edhe kur i ka tregu pejgamberit e sa dhe për delet që i ka marrë si kompenzim, i ka thonë ja Rasulullah, a kom drejt me i marrë në këto? Thot pejgamberi sa ku e ditë që El-Fatiha është shërus. Thot ja Rasulullah, ti ke thonë që Kurani është shërus. Unë që ta e kom ditë dhe kom mbështet Allahut për këto, dhe kom bë dua Allahun, Allah e ka shëru. Atëherë pejgamberi sa më ka thonë, bëhi se nik edhe unë të hap për atëve. Andaj mbështetja në Allahun e bën që kof problem shpirtënor apo fizik, mjekësor, mu shëru sepse Allah është shëruesi mbi të gjitha. Pavarësisht e kënon El-Fatihan, pavarësisht e kënon surën El-Bakara, i tërë Kurani është shërim. Pastaj lutjet dhe duat që kërkon prej Allahut duke mos e përzi besimin tënd me varreza apo njerëz dekun apo evlijat caktuar, të bën që më shku të shërimi. Po gjithashtu e përmendim, pra për rikthejmë, pranimi asaj që ke. Në tregimin që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se një person i ka vrarë 99 njerëz të kalumën. Ka kërku, a ka pendim për mu, një person ka thonë jo, ka thonë s'ka, ku ki pati 99 njerëz i ki vrarë, ku ka pendim për ty? E ka vrarë 100-tin. Kërk shkut e tjetër ka thonë po, ka shërim për ty. Shkon fillim vendin, ka njerëz që janë fetar që tregojnë se kush mundet me ta ndalu ty pendimin, pavarësisht çka ki bo. Mirë po, kusht është mu largu prej asaj shoqënisë ku ke qenë. Pra, nëse në një shoqëni nuk i ka bo përshtypja spak që 90 njerëz ky i ka vrarë, atëherë duhet më largu prej asaj shoqënie. Ky e ka kuptuar vetë që diçka s'ka kanë rregull me mua, se 90 njerëz i kanë vrarë. Pra, kuptimi që ti e ke një problem, duhet me pranu me një herë që ti e ke një problem. Jo ta shkret Kosova e ka kequn e mirë.
Po, Pranoj që ideja, ata që e na ki. gjithmonë tendencën me zhvendos diku Që tjetër. kjo problemi, kur ndodh kjo? Atëherë kur dën një problem caktuar mi adresu dika tjetër dhe ti me mshef ato që ty e bo. Dhe kjo më pastaj nuk është smundje reale, është dredhim më shumë se sa që është smundje. Se don mi largu problemin prej vetës, do mi fajsu tjertë. Për çfarë shkaku e din vetë personi shkaqet. Hoq, kthehem për pak, po vazhdoj me një blok marketingu. Hoq, duke bisedu, më kujtu se kjo temë shumë e gjonë edhe për një është temë shumë e ndjeshme dhe shumë e madhe dhe shumë që duhet mu trajtu me kujdes, se për shembull, tu bisedu më kujtu një moment kur unë shumë e re, kom lexu librin Bised me gjinin musliman. Ka qenë atë kohë, edhe më kujtohet ka qenë koha kur nalke rryma, edhe normalisht mosha re pa rrymë, edhe dhe me thonë ato krejt detaje që u përshkrujshin, jo mundet me qëndru këto, jo ujë val, jo një fotografi, jo që tash nuk po më kujtohen krejt detajet, po e di që ka qenë shumë i pasur me informacione, po njëkohësisht pak i frikshëm. Dhe me thonë nëse unë sot si prind i fëmijëve, adoleshent, pyetna a i rekomandon, kisha thonë keni shumë sene tjera me mësu, para qësoj. Po në atë kohë, dhe me thonë veç ish ideja me lexu, me mësu sa ma shumë, elhamdulillah mirë. Po, qysh e komentoni qëtë pjesë të nevojës për mu informu sa ma shumë për qëtë botë? Në thonë botën e gjinve, botën e sihrit. Atëherë, Allah subhanahu wa taala e ka emëruar një sure, një kapitull të tërë në Kur'an, sure Gjin. Ku aty tregon se ata janë një popull, sikurse ne jemi. Edhe ata zhvillohen, edhe ata kanë familje, edhe ata edukohen, edhe ata kredi kanë sikurse ne njerëz që i kemi. Dhe ata mundën me qenë prezent në çdo shtëpi, dhe mundën me qenë prezent në çdo objekt, dhe mundën me qenë prezent në çdo rrugë, në çdo shkollë, në çdo sen, mundën me qenë prezent. Është jetë e tyre. Për tyre ka, sikurse tregon Allahu që janë muslimanë, dhe për tyre ka që nuk janë muslimanë. Për tyre ka që janë rebel, që janë zullumçar dhe për këtyre ka që e ndjekin fenë e tyre. Imagjinoje sikurse njerëz njëjtë do san që lëviza, mundë me lëviza tash do san, mundë çdo san me lëviza. Lëviz njëri këtë gotën e lëviz edhe ai. Po në fund çka nëse e lëviz, a ki frikë pse e lëviz njëri një gotë? Çash ki frikë pse e lëviz e gjini një gotë? Sa mirë që kjo. As pak ma tepër. Ai ti krijes edhe ai është krijes, kur gjë ma tepër s'mundet me bë. Po kur ti e mbi forcën e tyre, atëherë kur je i lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Pra, e gjini dhe shejtan për ty jo një hije, nëse frigosh prej hijes tonë, vallahi frigo edhe për tënde. Pra nëse nuk frigosh çash ka forcë. Ne e dim për shembull që Abu Huraira radiallahu anhu ja ka mësu shejtani që kur ka transmetuar Abu Huraira hadithin, thot nëse ki me këndu Ajetul Kursin, të spidoven që krejt e dinte në edhe fëmit, këndo Ajetul Kursin nuk mund me t'u afru. S'mundet me t'u afru. Pejgamberi sa më ka thonë, në shtëpi ku lexohet sura Bekare, një javë ditë shejtani s'mundet me hinë atë shtëpi.
A nuk mjafton? Ose ka thonë pejgamberi sa kush e lexon 2 ajetet e fundit surës Bekara i mjaftojnë për çdo send atij personit. Pejgamberi sa mi ka zbrit kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas për shërim kur i kanë bë magji pejgamberit sa. 2 sure që kreti dim janë shumë të shkurta. Këto i ka përdor si Pejgamberi metodë. sa i ka knu Xhibrila e sa, ose pejgamberi sa i ka knu vetes dhe i ka fryt durve dhe para se mëra me flajt. Po. Ose i ka thonë Aisha radhiyallahu anha njëtën e bo. Ose pejgamberi sa kur i ka knu dikuj Kurani ka vendos kokën ndonjë fëmis te pjesa pallore ose te gjoksi edhe i ka knu Kurani dhe i ka fry. Këto janë sende domethënë praktika që pejgamberi alayhis salam i ka praktiku. A duhet krejt potenciali jon tash me nisa me mendu ku jo në gjend çka bojnë tek bojnë, po e largoj këto për këtu se mos pi dëmtoj, s'po derdhoj nxet këtu po bëj. Nuk duhet. Nuk duhet. Ata kanë jetën e tyre, botën e tyre, ne kemi botën tonë. Ne duhet më marrë me ata që ne jemi të angazhum. Po hoq fëmijëve për shembull, fëmijëve të vegjël, po foli mosha 7 deri në 11, a ja vlen ju përmend çto tema? Fëmijëve të vegjël 7-11 do të më mësu namazin, kjo është tema kryesore që do të më përmend. E kur mëson namazin atëherë s'ka nevojë më përmend këto tema hiç. Okej, okej. Na s'do të më përmend disa të rriturve këto tema. Është shumë interesante, sa më shumë flet për botën e tyre, aq më shumë kemi pas çytje që është shumë normale. Se bota tyre këtë mision e ka. Iblisi kur o betu para Ti Allahut, miresh me ta, ata miren me ty. kur o betu para Allahut ka thonë komi shun njerëz në lajthitje dhe në devjem, komi largu prej rrugës tonë dhe komi largu prej namazit, dhe komi fu në veset liga, alkoholi, bigjozi, falli, e të ngjashme largimi prej rrugës Allahut. Kjo betim që ka bëj Iblisi, shejtani kryesor, deri në ditën e gjykimit. Atëherë, e kundërta e kësaj, cila është namazi, më kthy te namazi, mu largu prej veseve të liga, namazi është mburoja kryesore. Në momentin që ti falesh e ki lidhjen e mirë me Allahun subhanahu wa taala, kush mundet në ta shkëput ato? A mundesh me pas probleme? Mundesh gjithmonë me pas probleme, theksova. Muhamedi alayhis salam ka pas probleme. Ato edhe kanë helmu në aspektin mjekësor fizik, ati edhe i kanë bërë ser në aspektin shpirtnor dhe botës serrit. Pse ka ndodhur kjo? Për me tregu Allah subhanahu wa taala që shërimi është prej meje, edhe pse i kanë bërë ser dhe magji, edhe pse kanë helmu ka shërim. Edhe rrugën e shërimit na e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po edhe ka una tjetër. A mundi me gjetë në Kur'an që përmendje psikologjia apo psikoterapia? Po shumë. Zotën krejt jeta e pejgamberëve rrethohet dhe përkufizohet me psikoterapi apo me psikologji. Merë Musa alayhis salam surën Al-Qasas e sheh ajetet që flasin për largimin e Musa alayhis salam prej vendit të tij dhe shkumja e tij në Medjen. Dhe biseda me Shuaibin kur ja tregon krejt historinë e tij çka ka ndodhur. Dhe dëgjimi i Shuaibit derisa Musa flet. Shuaibi një njeri i panjohur për to, as familjar, as kur gjë, i huj. Dhe ai veç e ndigon me kohë gjatë derisa e kryn. Kur e kryn, e para nuk e paragjykon. E dyta nuk i thot që ik prej popullit tonë çfarë ki bo. E treta si thotë pas kemi vrarë njerin vetë i kifajet. E para dhe fundit fjalia që është një fjali që e bën Musa alayhis salam shpirtnisht psikologjikisht mundi shumë i qetë. I thot, mirë ki bosh e largu prej ati populli, ki shpëtu prej tëme. Kjo është liria më e parë. Kur gjo se ka vetë që a ki bo tjetër. Pra, a ki psikoterapi, ki shumë psikoterapi. A ki psikologji, ki Çfarë shumë. kupton? Unë kanë herë kam një përshtypje që na shumë gjana, domethënë i paragjykojmë edhe në aspektin fetar se nuk i dijmë Po, edhe nuk i musliman thonë kuptojmë. se muslimani s'do të me pas probleme psikologjike. Po, po kjo është problem tjetër. Pejgamberi sa me ka pas vitin e pikëllimit. Që gjendja e tij emocionale ka qenë shumë e rëndë me humbjen e gruas Hadijës radhiyallahu anha dhe me humbjen e miqjes së Abu Talibit. Dhe Allah për mi qetësu pejgamberi sa me ka zbrit surën Yusuf. Pra, a mundi me pas ngarkesë shpirtnore dhe psikologjike kanë pas edhe pejgambert. A duhet me marrë qëtë mësim, Pra duhet me largu prej atij mentalitetit që muslimani s'bën me pas probleme psikologjike. Jo, muslimani mund me kon, duhet me shku te psikiatri nëse është nevoja për psikiatër. Duhet me përdorë edhe terapi caktuar për psiqik se e keni dëmtim, dëmtohet. Si çdo organ trup që dëmtohet edhe truni. Për që ata pejgamberi sa ka thonë se lapsi u ngrit prej 3 lloj njerëzve. Një prej 3 njerëzve është i çmendur derisa i kthehet mendja. Shkruan lapsi për ta, Allah sa llogarit. Apo më ka një njerë me kon shpen, po më ka me kon. Apo mundet mos me pas kontroll në trunin e tina, mundet mos me pas. Atëherë pse unë duna mi mohu një trajtim të caktuar pra. Pra, ne duhet mi destinu njerëz në atë problemin që e ka. Jo krejt pishtim, hadi krejt në rukje ose ka ona tjetër, hadi të shtim krejt në aspektin psikologjik apo psikiatrik. Pse një doktor,
psikiatër apo një psikolog që se beson botën e gjinëve, ai normal kam i trajtu deri aty ku shkon shkenca. Ndoshta kam i dëmtu ma shumë se sa që kam i bo dobi. Po njëjtën kohë edhe një rukjegji, derisa nuk kam i njoft fushën e psikologjisë, ti kimi bo rukje, ndoshta se dëmton në aspektin e rukjes, po shkatron aspektin psikologjik. Për shembull, kemi shumë rukjegji që i thot njerit për shembull kur shkon, pavarësisht nëse e ka një smundje që është smundja e sirrit. I thot njerit ti ki 100 gjin 10, ti kon vroj ki 90. Fal bre, prej ka kjo informat, high definition i kiti, aty që pishe 4K, 8K, ose i thot ki sihrt palum, si mësysht palum, qësh mësysht palum, fal, spjego ma pak. Nëse një njeri që s'ka një hori për aspektin e serit, për aspektin e mësyshit, a din çka i bën ti psiqikës tina, a din çfarë problemi më të madh ja bën se sa që ardhaj, sa i kur kthehen në shtëpi ka më thon, çao, më kjo 100 gjin ku ka këtu të unë ku ka një gjenerat ty e tu. Ose pas në mësysht palum, a di që a i bënd qëfar traume. Fatkeqësisht mesin tonë, vendin tonë, ka njerëz që kanë bërë djemtëri vetvrasje për shkak një përgjigjes jo adekuate prej rukjegjisë apo prej psikologit. Edhe prej jo rukjegjisë, ka thonë ti ki serë me pa tjetër. Edhe ku është ku problemi tina? Problemi tina tash ka ardhur deri në atasi që financiarisht kushtet mirë, po. Nëse kam problem mjekësor, trajtona, prindëmi, familja jem, ka pare shumë ose kam vetë pare shumë. Mjekësia e identifikon me kontrolla dhe analiza, mirë, po kjo fush më ndel mirë mu. Ka una tjetër, rukjegjia më thot ki serë, po trajtona 1 muj, e 6 muj, e 1 vjet, e 10 vjet, mu prap gjendja është e njëjta, po pëtën? Qka ka shku kjo person, ka shku tash të një shkallë tjetër e problemit. Ty pyet hoxhallar, vetvrasja a çon për gjithmonë xhenem apo jo? Tash një përgjigje jo reale, pavarësisht sa e vërteta është ndryshe, këti njerë du të mja këput, du të më thonë xhenem për gjithmonë. Pra du të mja këput me këta, pse po vetë mas pari kjo njeri vetvrasja çon gjithmonë, do më thonë kjo e ka do mendjen, po tash po do me ditë në botën tjetër ku ka me konë, se për këtë dynja e ka do mendjen dhe ka shku deri te vetvrasja. Pse ka shku? Pse një urkjegji ka thonë se ki serti edhe është bajgeron gjashtja joti. Në sens ka pas sert, është një traumë prej fëmini që së trajtu që shduhet. Pra te din aspektin psikologjik. Nëse një fëmi rritet gjithmonë prej prindve, ty i thonë se ti s'mundesh, ti s'din, ti s'bën. Ai me qatë mentalitet ka më rritë, kur rritet, ai ka me pas frikë me tentu me bo diçka, që ajo prej fëmini ka mi përcil psiqikën e tina. Dhe tona gjithmonë edhe nëse ka përgatitje, ai ka me hezitu me folë dhe me ap mendimin e tij, pse i kujtohet fëmini që i ka thonë baba, s'ban ti, s'mundesh ti, rrin në shtëpi. S'ban, s'mundesh në shtëpi, ai është i bllokuar psiqikisht. Po s'do të thonë që ka seher, as mësyshki. Pra gjithmonë po kthehemi se duhet shumë me punu me njerëz me këshir prej ka fillu problemi. Asnjë problem nuk është i njëjtë, duhet me pas shumë kujdes. Pastaj ka ona tjetër e rukjegjive. Shohim që ka rukjegji që nuk e din rukjen. Ka rukjegji që rukjen e kanë biznes, ka rukjegji që bashkëpunojnë me gjin, edhe thotë ka me gjini musliman. Po çfarë gjini musliman këti? E gjini musliman nuk bashkëpunon me njerëz. Ai ndjek botën e tij se ka frikë Allahun. Ai ndjek botën e tij. Qysh Allah e ka caktuar për me jetu ai. Po dhe ti nëse bashkëpunon me gjin, ta marr mendja që e gjini ty mundet me ndihmu më shumë se sa Kurani, çfarë rukjegji e atëherë ti? Ti ki mangësinë kuptimin real të Kuranit atëherë. Edhe po, rukje biznes se po shkon shumë, fatkeqësisht. Po mbi gjitha do të mund ndërgjegjësu vetë. Çështja e smundjeve shpirtërore kërkon trajtim real. Trajtimi real është, më kthy në fen Allah subhanahu wa taala. Trajtimi real është nis me fal namazin, nisja mas pari fali 5 vaktet vet. Nisja lexo Kur'an vet, nisja bën dhikr vet, edhe kimë pa që s'ka me të vyft rukjegjia. Po, mundesh rukjegjin me thirr ose me dal ose më shku më konsultu. Po e bëj që ta, po që tu po kom pengesë apo më jepni këshill, edhe vazhdo pastaj ti vet. Mirë, po jo me shku edhe mu viktimizu te rukjegjia edhe me kalu me muj e me vjet edhe ti hala njëjtën gjë je besa edhe më keq. Ku po mirën met mësysh. Ku dole qëre me shku me frikë, në çdo sen me frikë kime përfundu. Dhe me thonë ne, Allah subhanahu wa taala ka tregu në hadithin kutsi që i ka thonë pejgamberi sa, që Allah thot, unë jam në mendimin e robit, çysh robi më mendon mu. Po mendova Allahun që Allah është ndihmësyet, Allah ka me të ndihmu. Po mendova të kundërtën, vallahi Allah të lënë se ti s'po don Allah me të ndihmu. Mirë, po ndihimin Allah ta ka tregu në Kur'an, ti ka tregu obligimet. Dhe Allah thot, nëse do më shpëtu, bëne këta. Është një ecuri.
Ti po do me ikë që sajna, e po do me kërku shpëtim qysh. Që kjo puna mu shëndru në biznes, do më thonë, për njerës të është shumë e frikshme edhe shumë jo njerëzore, se njerës kur jenë hall në dert, ata njëri është në gjendje gjithkund me shku dhe gjithë shka me bo, veç për mundje mirë ose me zgjidh një çështje, me zgjidh një problem. Po qysh unë për shembull, si një qytetare thjesht, po du me shku me bo rukje, diku se po mendoj që kom diçka. Qysh është procedura që unë du të me ditë që qaj hoqë, ku unë jem shku është në rregull, se na nuk mujmë me ditë me bo vlerësime tash. E di se është pak problematike se cili na me ditë me vlerësu. Sot është pak problematike për shkakun se ka një numër të madh rukjegjive dhe asnjëri nuk është në gjendjen e një që me thonë te filoni shko, te filoni mos shko. Se si me ditë. Ka shumë kategori. Mas pari kur i mëson parimet islame, atëherë ki një manual që mundesh vetëm me vendosë se me pa ose me pa se cili rukjegji është në aspektin e rrugës, Kuranit dhe Sunetit. Të hadithi që përmenda paraprakisht të shoku i pejgamberit e sam, që i ka thonë atij kryetarit vendit, që i ka thonë nëse të shëroj du që ka shdele. Marrveshja ka qenë të shërimi. Pra në momenti që ti shëron atëherë kërkoj sa dush. Mirë, po ti kryen me 100 seanca, rrala gjendja është e njëjtë, pse dush me pagu, pse dush me marrë ti rukjegji krejt këto seanca, 100 seanca parë. Jo gjithmonë lejesa e justifikon ato që e ty e bo, se thjesht e kum do kohën për ty, ti dush me pagu, në rregull. Nëse fetarisht nuk i ndonjë problematik, moralisht dush me pas një problematik. Se një njeri që të vjen me 10-300 rastet e ti, dikur dush me kuptu vetë ti si rukjegji që ai s'është për ty. Pra destino të një problem ku ai është, kof të psikologi, ose psikoterapia, ose të psikiatri, ose nëse dhe atje e din që s'është as për ata, thuj këthau të problematika jote, rregulloje veten tonë, çështjen tonë se ti e din ku e ki problemin, e s'don më shëru. Po largoje prej vetes, mos e bë të mvarun për veten tonë, që gjithmonë le të vjen moraje pagunë në i bëj rukje. Nuk është e drejtë kjo. Rukja është emanet, është fe, realisht, është ibadet. Nuk e përmendëm pjesën e sihrit qysh, por rukje jemi tu e përmend, por realisht ndoshta ka njerëz që nuk mujnë mos me ditë qysh bëhet ose çka është konkretisht rukja. Rukja shërimi me Kur'an dhe me dua sipas sunetit që ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se si mundem na me e bëni rukja? Mundesh me bë rukje vetes, kjo është primare. Mi bë rukje vetes. Si me i bë rukje vetes? Kret njerëz prej fëmijë kam mësuar elhamdulillah. Kënaj elhamdulillah, mbyll syt edhe bën një jetë, lut Allahun, Allah shëron edhe kënaj 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë elhamdulillah. Ose kulvallon, felekin, nasin, ajetul kursin, krejt këto lutje i dimna, krejt këto sure që i dim. Mbi të gjitha pas këtyre lut bën dua, ngriti dorë dhe thuaj Allah shëron. Përveç kësajna, namazi është baza. Po them namazi është rruga më e shkurt për më shku deri te shërimi. Rruga më e shkurt dhe më reale është më shku te shërimi. Pastaj në aspektin e legjislacionit islam, rukje, shërimi me Kur'an, nuk duhet më nënkuptu e ceka dhe ma herët që është vetëm shërim për smundje shpirtnore, pa ato fizike. Sepse jeti i lidhur me Allahun dhe shëruesi është Allah. Një prej emrave të Allahut është Shafi, që është shëruesi. Lutem me këtë emër Allahun që Allah më të shëru. Lut Allahun që Allah më t'ia pres, lut Allahun që Allah më t'i hap dyrët e hajrit për jetën tonë. Lut Allahun që Allah më ta lehtësoni martesën, çfarë do sani që ki. Për shembull, Allah subhanahu wa taala na ka thonë për Nuhin alayhis salam kur e ka thirr popullin e vet. Ka thonë faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. O popull jam, kërkoni falje për Allah. Thoni astaghfirullah se Allah është falës dhe mëshirues. Po çka kjo astaghfirullah, çka t'jap? Allah thot e bën që me zbrit mirat prej qiellit dhe prej tokës, e bën që me fitu kënaqësinë Allahut, e bën që me pas martesë, e bën që nëse s'ki fëmijë Allahu me t'ia fëmijë, e bën që në xhenet me pas lumen dhe liçen që rrjedhin. Krejt këto përmes një shkafit, ni astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pse se bën këto? A mundesh me e bo, se cili njeri mundet me bo? A është ma ndryshe me bo unë për veti, a ti për mu gjithmonë unë për veti? Së është lidhje direkte me Allahun subhanahu wa taala, nuk ki nevojë ti përmes kurkujna më lidh me Allahun. Të mjafton ty 1/3 e natës më ngrit 5 minuta, më ngrit durët edhe më thonë Allah, jepem, Allah zbret qiellin e kësaj dunjas ashtu sikurse i takon Allahut. Dhe thot kush ka ndonjë hall, kush do me lyp rrezik që t'jep, kush don të mira që t'jep, kush don me fal ta fali. Fal me Allahun subhanahu wa taala.
Andaj jo detyrimisht duhet krejt potencialin tënd tash më shku prej rukjegjis në rukjegji, prej rukjegjis në rukjegji. Dikur ata merr mendja që se kupton njeri çka ka. Secili njeri kupton çka ka fundit. Mirë, po do mi lyp, shumë njerëz thonë, a ki ndonjë terapi që më jep më shëru më shpejt? Po bre, namazi më i shpejti. Po a ki edhe diçka tjetër? Atëherë se interesum ti më shëru. Se që kjo kërkes e bën që ti mos më shëru. A ka diçka fjala Allahut, Kurani është fjala Allahut në dorën tonë. Allahu çish e ka fol, ne e kemi në dorën tonë. Fjala Allahut është. Ti mendon që një terapi e caktuar që ta japi është më e fortë se kjo fjala Allahut, atëherë ki mangësi në besim. Momenti që ki mangësi në besim, e ki një zbrasti në shpirtin tënd që dush me mbush atë zbrasti. Kur ki zbrasti, atëherë ki probleme. E problemet zbrastia nuk mbushen me zbrasti tjera, me rrugë devijuese. Pra ne kemi në popullin tonë që shkon në Hajmalia, prej problemit i problem tjetër. Pavarësisht ai thotë jam shku për të mirë. Për shërim, po që s'është islam. Hajde dojmë shku në atë pjesën më relaksuese të një Hajmali. Ti mas pari s'din çat ka shkru ai aty. Koftë edhe hoxhi caktuar, s'din çat ka shkru. Pa hajde dojmë thonë që çaj hoxhin çat Hajmali 3 kansh që ta ka bënë letër kështu, i ka shkru një sure. Do më thonë, në shembull më të mirë një 5 ajete i ka shkru. Edhe ti që ata e mban me veti me çru. Merr Kur'anin e din që është Kur'ani, e din çka është ajo, mbaj me veti bre. Plus me ato ka gjosa që e bujnë tesha dhe më duket ose jo, vinë në banjo. Çka jon Hajmalit jon faqja zez. Mirë, po shkojmë te ajo më relaksusja, që po thojmë që ka Kur'an. Hajde po thojmë, s'ka. Po thojmë që ka. Po ti merr për Kur'anin, e kin shtëpi Kur'anin, mbaj me veti këshira po shërosh. Nuk shërosh. Sa Allahu ka thonë me hap Kur'anin, me meditu me Kur'anin, me u fal, me kry obligimet që atëherë shërohesh. Si disa të na që lojnë aty në. Po rrin bukur raft. E këshira të mbron Kur'anin. Kur'ani të mbron kur ti e mbron Kur'anin. Kur ti e mbron Kur'anin, atëherë kur e përvetson në jetën tënde, shpirtnisht ti kry obligimet dhe ty vepru për Allahun subhanahu wa taala me obligimin që Allahu të ka obligu. Andaj unë më mbush shtëpinë time krejt me Kur'ana, po ata mos më mbrojt. Se nuk janë ato për raft. Jo, Kur'ani është sistemi i jetës. Andaj ti, nëse mendon që ai Mali që ai thotë shtinë ndër Aztek ose ndër Jogi ose në Pragderës ose që të noje laju, ti me hap aty ka tabele që ti nuk e din çka u shkruan to, ka simbole, ka emra të ndryshëm, ka krejt to jon ser. Le ta bon kush don koftë edhe hoq, largoni për këto mesandeve. Në më thonë populli çast në hall jon, po edhe ignoranca i ka mbulu. Jo gjithçka për që thotë me bë, duhet me bë. Do të thonë, pyet më njerëz çka ka që to. Diçka me shkrim kur. Jo, patjetër se jo, s'është fekja. S'është fekja. Hoq, a ndodh ndonjëherë për shembull na e dim që në rukje njerëz të munden me reagu nëse kanë diçka se heregjin. Po a ka raste kur njerëz edhe mundin me aktru? Po tjetër se ka shumë raste kur njerëz edhe mundin me aktru. Atëherë, koft problem shpirtënor prej serit, koft problem psikologjik, një traumë dhe një blokadë psiqike që o bloku një gjin, me leximin e Kur'anit patjetër se njeri ka më bëj gjese dhe ka pas reagimet ndryshme. Pastaj ti e kanalizon pse shërimin ka dënë me shu. A do më përcaktu nëse është problemi prej serit, apo prej çështjes psikologjike që dush me destinu personin me shku te psikologu, me bo psikoterapi, se njerëz mendojnë që kur shkon me bo psikoterapi thotë unë jam budall, pse më shku. Po jo, po çka bën nëse bëj muhabet? Pikërisht që kjo është. Ty krejt shërimi jëtë është me bo muhabet. Pra krejt që ki mranda me qitë jashtë, krejt apëton, që aty është shërimi jëtë. Pra, këto e në 2 momente, pa a ka dhe njerës që aktrojnë, ka. Ne kemi pas raste kur vjen personi thotë kam problem. Mirë, që problemi ki? Valla s'po di. Po nëse se s'din ti për vetja, unë du me ditë. Pra në momenti që njerë thotë valla s'po di, atëherë dje që tu katë më shefun, dhe qka që ti tash dush me ditë që tu është një problem që s'ka të bëj as për hoqë, as për psikolog, po ka të bëj për një problem të caktum që donë me mshef njeri, kof për gjunave tia, kof probleme familjare, kof që donë mu largu me burin, do me dalë për shpjes, do me dajt me vjerën, do me shpik një problem që pëmbën dikush ose ndena, se problematik tjetër është që ka rëkjegji që japin edhe emna, ta ka bo filoni ata, i shtin konflikte njerëz, dhe mos vetë këtu vjen të erë të problemi që mos vetë është kjo punë, mirë po ka edhe raste kur në kësi të njerëz caktum ndonjëherë kemi knu poezi arabe. Po. Ne kur kemi qenë në studime gjuhë arabe, kena mësu poezi arabe për mi përvetësu gjuhën më shpejt. Edhe ka ndonë ndonjëherë kur i kemi knu poezi arabe, ka bëj me trenin ose me posën, si abetaren një. Edhe ja këm knu surën El Fatiha, s'ka reagu. Knoja knena për trenin, bën reagime. Edhe mu vike me kesh. Apo të mundon që kjo sura, shumë valla, ajo hisë ka të bëj me Koran. Që se s'keni problema, pëtën.
Ti ki një problem që kallëzoj burrit ose kallëzoj familjes, shakisë, s'ki të bëj me këtë punë. Pra aktrojnë njerëz për qëllimet tona të caktuara. A ka edhe kështu, vallai, ka të shumtë. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Për mi ik diçka fit çka ata janë ose çka kanë bërë, atëherë do të problemi mi ik një realitetit. Do të mjalon një fajt dika. Po dhe mi ik realitetit se kanë njerëz ai kontaktive që ti për mos milon borxh se mundet mu kesh kuptu, a mundet për shembull çështja e serit dhe e gjinëve që me mbështjell psiqikën e njerit që për shumë vite mos me pas në kontroll çka ka bë, mundet shumë vite mos me ditë çka ka bë. Ka pas shumë raste të caktuara që me vite informatën e fundit që a dikën ndoshta është para 4 vjetëve. A fillon ma vonë me i kujtu, fillon momentin që fillon proces truni me i natyrshëm. Mu largu kur ardhë shërimi, o largu ajo pjesa e mbulimit të gjinit në trunin njerit, atëherë fillon mbas disa qasave, ose mbas një niti mor i kthy psiqika në normalitet. A më mundet mos më kujtu momentalisht as një sen përveç se një informat para 4 vjetëve prej që aty ku ka fillu problemi. A ka dhe kësi raste? Pa dyshim. Pra, edhe në aspektin e sehrit, mundet njeri në seri me që deri në gjenin ma kritike të mëshme. Pra mundet me bloku martes, mundet me bloku mos me pas fëmijë, mundet se seri, po edhe çështja e mësyshit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, mas shumë ti që kanë me vdek prej umetit tim, përveç e gjelit që është i përcaktuar prej mësyshit. Mësyshi është hak, a mundet me shkatru shumë. Për ata ka duat ndryshme, ka sende që duhet për shembull kur nuk kam mësyshe veç prej inatit edhe mlefit, por prej dashurisë, a ki pa që thonë të na i ka rënë mësysh fëmis. Pra i dham goja me thonë mashallah te barakallah. Një fëmis, a thonë edhe normal që i bjen mësysh. Edhe mësyshi mund të me konë shumë fatal. Mirë, po fatal edhe me jetë. Fatal edhe me jetë, patjetër. Blokadat që mund të personat që binë mësysh, do me thonë unë kom pas rast kur ka njerëz që thojnë unë kur e shoh e ndjej që i bi dikuj mësysh. Ka njerëz që mësyshi tyre është ma i theksuar se sa të tjerë. Dhe normalitet. A ndjejnë të gjithë ata që binë mësysh? Jo, se ndjejnë krejt. Jo, se ndjejnë. Nuk e dinë. Por veç ata që e kanë me armiqësi këtë punë, ata dihet pse e bojnë, ata e bojnë qëllimisht. Do me thonë edhe mësyshi mundet më bo qëllimisht, si si sihri. Po, qëllimisht. Veç me ndim, me shikim. Po. Do me thonë jo njerëz që mlefin e tyre brenda vetes atë energjinë e keqe që kanë, ja manifestojnë të tjetri, do me thonë, përmes syrit keq që thonë të na. Dhe kjo është reale. Pavarësisht që për dikon mundet me konë imagjinare. Dhe kemi ne edhe njerëz që shkojnë pas shkencës dhe besojnë vetëm ata që shihet. Mirë, po edhe i mohojnë çështjen e sehrit, magjisë, mësysh dhe krejt deri në momentin kur vetë nuk kanë problem, se kur ja nis mu bo problemi i theksuar edhe ata, atëherë kthehen me besu ata. Na lut Allahin që kërkosh mos i pas këto probleme. Mirë, po edhe nëse e mohon ti ekzistencën e sehrit edhe mësyshit, mos mendoj që ki me pështu për tëve. Në realitet, nëse ka caktuar Allahu, po them që gjithkujt kam ju bo mësysh, gjithkujt kam ju bo ser, jo. Mirë, po çka duhet me bo? Me jetu jetën në normalitet. Jo me frikë. Qysh mu mbrojt njerëz për shembull na dim që ka dua të caktuara të cilat mundesh m'ia thon vetit fëmijëve a mjaftojnë për shembull që ato dua që janë të përcaktuara kryesisht që në mbrojtjen e muslimanit që na i kemi në atëherë sikurse veprat në islam janë, po ashtu edhe lutjet janë pjesë e identitetit njerit dhe mbrojtja e tina. Pra sikurse namazi që falesh, po ashtu edhe lutjet që njeri i bën, janë pjesë e mbrojtjes tina. Pse thash lutjet janë mbroj? Është ki librin Mbroja e muslimanit, është sendi më i mirë që ekziston edhe për të rritur edhe për fëmijë krejt. Aty e ki për secilin lëvizje tonë që bën jetë, ki dua të caktuar. Çka të kushton ty për me lexuar ato? Del prej shtëpisë, ki dua, hyp makinë, ki dua. Hin treg, ki dua, hin shkollë, ki dua, hin xhami, ki dua, han buk, ki dua, e kryve bukën, ki dua, në çdo send ki dua dhe lutje që janë mbrojtje për ty. Atëherë krejt këto janë që me mbrojt veten. Pastaj, a ka mundësi që pas krejt tyne që i bën ti prap me pas ndonjëherë problem mundesh? Pse të cekem që pejgamberi sa i kanë bërë ser. Po pse kjo ndodh? Don që Allah më sprovu për një çështje të caktuar. E Allah thotë kënde don Allah e sprovon. Njeriu duhet me mësu me jetu jetën e mirë. Jeta e mirë është mu pajtu me ata që e ki një jetë. Kof smundje, kof shërim, kof varfëni, kof fasuri, kof liri, kof robni. Dush mu mësu me që ata që ka e ki dhe me jetu jetën që ata tu pajtu me caktimin Allah subhanahu wa taala. Pra, çështja e kaderit
është një çështje esenciale në jetë që dush më pajtu me caktimin që Allah ka caktuar. Pastaj më apo sebepin që me dal prej asaj gjendjes. Allah po na ka thonë që rrezik prej Allahut, pa Allah s'ka thonë rrin shtëpi se kanë më të ardhur parë, ka thonë del puna. Pra Allah ka treguar që është shërues, pa Allah ka thonë shkon ndjekë shërimin të mjeku nëse është për mjek, të rukja nëse është për rukje. Pra gjithmonë duhet shkaku dhe sebepin me abon çdo fush. Pra jo më ndajt një vend se unë veç po fal atash se ku më shëru prej kancerit, po jo më shko te doktori, se nuk shërohesh Allah thon. Po patjetër duat janë pa ndashme. Ata që e bën duaja nuk e bën asnjë sen dynja. Pra gjithmonë duhet mi pas parasysh bazat janë baza mirë, po mbi baza Allah subhanahu wa taala ka treguar që duhet mi marr shkaqe dhe sebepet. Gjithmonë, jo më ndajt një vend. Pra e them edhe më herët, jo muslimani s'bën me ran depresion, po bjen bre muslimani depresion s'është zbehje e imanit. Imani lun. Depresionin për lidh me zbehje të imanit. Patjetër. Kur zemra është e mangt me iman, dhe kur ndjen zbrasti në imanin dhe në besimin tënë, atëherë patjetër se depresioni ka me gjetë vend. Që unë muj mi pas këtë problemet e dynjas, po muj me jetu jetën e qetë. Pse? Se që ka që ka mundësit. Po jo më ju nënshtru. Mendimi. Po jo më ju nënshtru problemit që tash e ki pa ka njerëz e ka një problem deri në mëngjes nuk flan. M'fal, çka boni ti të natën që ndajte ngarkov psiqikën kur gjo. Po më mirë me pas flajt që ditën tash me dal me mbi tu edhe mi largu çat problem. Apo mendon që ata njerëz që kanë çto probleme hoç o çaq që thjesht, më thon okay sonte po flaj, edhe më me flajt. Edhe ti si psikologe e din që po se bune rrafsh një herë krejt dynjan me mendje. Po me s'ki me përparu. Po fiks, po me ardh deri te çajo me ndësi për milion gjana, do më thonë me rjedh vetë, pa i sforcu, pa i majtë në ngrësht, në kontrol, vazhdimisht, kërkën pak kohë. Po tjetër, për që ata gjithmonë duhet mas pari për çdo problem që e ki, ndalu njëherë, këshur që e ki para vetës. Edhe përmes që atënve, atëherë vazhdo mi eliminu problemet që i ki. Kërkon ndihmë aty ku e ki zbrasim për ndihmë, dhe vazhdo me ato mjetët tuja që ti posedon. Pra mas pari duhet me ditë çka kena na, çka posedojmë na. Koft shpirtnisht prej aspektit fetar, se unë e di për shembull kur kom gjetë si fetare në iman, e di çka kom bo. E di çkafit ju kom largu. Ju kom largu Kuranit, ju kom largu dhikrit, ju kom largu namazit, se fali namazin ko, ikis shkoj në xhami, unë e di ku zbeja imani, s'ka nevojë kur kush marrë me kallzu valla që problem ki me iman, se e di se i kom ikë që tëmve. Pse e kundërta e kësaj na është që ta mbani imanin e forcum. Pra ktheju që aty ku e ki mangësin, e pastaj vazhdoj jetën. A është e lehtë? Asnjë sens është i lehtë. A është vështirë, asnjë sens është i vështirë derisa e gjallë. Po, kjo shumë e mirë. Motivuese. Po, motivuese. Sido që të jetë, gjithmonë ekziston. Jeta vazhdon deri për caktim. Deri ku e ka caktuar Allah. Po. Hoq, regjia më ka njoftu që kohën veç e kemi përfundu. Unë e di që kom edhe shumë sende në mendje që i kishim diskutu dhe besoj shumë edhe ata që po na shikojnë që i kanë gjithashtu shumë pyetje në lidhje me këtë temë. Po që realisht ja vlen mu diskutu, konsideroj edhe pse është ka njëherë ndoshta jo e pakuptueshme, po mendja njerëzore ndoshta ndonjëherë është e mangët për e kemi atë mendimin që gjithçka që shohim është ma reale dhe ma e bindshme, ma e lehtë mu marr me to. Po edhe kjo pjesa tjetër kur që ato që ti nuk e sheh që është bota e gjinëve, mandej kemi tendenca me shku mu marrë me to ma shumë të hoxha në këtë rast me burukje, që absolutisht qëndron, do me thonë, se na e thamë edhe ju e thatë vazhdimisht që duhet me shku kur ki nevoj, kur je për që ato, e jo me u fiksu, se kur vjen puna të fiksimi, mandej është problem komplet tjetër. Po, prapse kohën e kemi të kufizune si zakonisht, unë ju falenderoj shumë për prezencën, Allah ju shpërbleft. Allah nderoftë edhe juve, është normale, se është temë delikate, që përkon dy fusha që janë shumë delikate, si në aspektin shpirtnor, si në aspektin psikologjik, që normal që edhe mi bo seri podcastave, prap kiç ka flet, se problemet janë shumëta. Ide shumë e mirë kjo. Problemet janë shumëta, po trajtimi tyve normal që vjen gradual edhe s'mundem shumë normale që me një podcast me përmbledh krejt, po krejt esenca çka është që njeri duhet më kthy vetes tij se secili njerë e ngje veten e tij. Dhe përderisa e ngje veten tonë, atëherë mos u bë viktimi atyre që ka thonë tjerë për ty. Në momentin që ti kimi nënshtru dhe kimi bë viktimi dikujt tjetër, atëherë kimi pas gjithmonë probleme. Pastaj ato që janë evidente dhe të diagnostikuar si smundje e ndjek rrugën e mjekësisë dhe ato që Allahu na ka obligu. Pra, kur kush mos mendon që feja ndalon mjekësinë, as mos mendon ka ona tjetër që ndalon rrugën.
Po secilës duhet më jap hakun që e meriton. Kjo shumë e rëndësi na me kuptu si njerëz edhe me ju përmbajt. Se ne jemi obliguar që me lyp shërimin. Jo tash unë kam një problem mjekësor dhe tash po shkoj në xhami dhe veç po falem edhe më kalon problemi mjekësor, ndoshta duhet një infuzion, ndoshta një terapi me marr, doktori duhet më kallëzoj çka më bëj. Ose në rastin e psikologjisë, ose psikiatri më jap terapi, ose psikologi më drejtu në aspektet e problemeve, traumave, tankthit edhe krejt çka ka. Jo detyrimisht duhet gjithmonë veç në rukje me kon. Po dhe ka në tjetër ka shumë njerëz që ka probleme edhe për rukje. Pra problemet fillestare përcaktojnë prej ka kanë ardhur problemet. Andaj, ne jemi të obliguar me kërku shërimin, mirë po ty mos anu, ty mos mohu, edhe ty mos pohu që vetë që tu ka dhe ndryshe s'ban. Po. E djanshme kjo. Duhet me pas një balans. Po, fiks. Faleminderit shumë hoq. Me nderkosh, Allah shpëlbeft. Mirupafshim në episodin e radhës.